Tani duke hëngër, më pëlqen shumë të haj fruta, kos frutash mbas gjumit drekës, do me thënë dua që gjumë drekë. shtrihemja gjysore Është mia. presidenti, po Gjumë presidencial. Gjumë presidencial, ky është për president. Dua në një kos frutash, dua kafe pi shumë, kafe turke macchiato pa hesap. Pa hesap. Gjithë ditën. Prandaj flenon 3 mjesit, se ri Shkafja të bëndëm kafja njerë. Tani, ajo gjysma që rati stomaku ju t'i vogël. Si Duhet ta kesh rikuperuar në një farë mënyrë, ha tani. Do ta vej një tjetër kismet, do shkoj nesër. Po pse po ja pjesa që e ke në stomak? Duket se mishte mbyll brima, më duket se kur po shifsha te pas Prit, gjyra njëri këtu nga gjuhën. kishte. Ama e ke pak hapur, e ke në rregull. Ashtë Po këto këtu në vesh Këto janë disa vath, në fakt 1, 2 që kam unë. me marrësh. Këto këtu e kam bler 5.000 lekë, kurse këtë ma kanë sjell nga jashtë shtetit. 5.000 lekë që bukur? Të vjetra, po. Po, jo. me këtë tatuazhin e rritet e kishti do mbësh xheloz gëzimin. Berberi Po, do po, të më shkruajtë gëzim nuk jet. Vetëm unë kam frikë tani të nxjerr duart, se po të shohësh gishtat e Hermesit janë kryevepër. Shish sa të bukur e ka të kuruar atë thojnë, domethënë. Si gishta për piano, ti Po, gjithë thonë ti je për piano, çun je një artist i lindur. Je. Komente, kur po vija tash i rrugës, si po vija për këtu te ju, ishin një dy çuna më thanë o seksi me makinë ambulans, pip pip. Tham ty ose Iran makinës me buri, se tash me furri, me buri, kështu pip pip. Po se do ta thoshin goca të punë, jo çuna. Goca dhe çuna, po është viti 2012. Është viti 2012. Që do është viti fundit. Ma kemi shkemi i bëjmë gjithë Po, ato. si botës, po ta Merit. Ti sot nuk e dal fare nga shtëpia, ha? Fare, po, gjithë ditën. E bëra pushim sot. Po pse e bëre pushim sot? E bëra pushim, thash po e bëj pushim. Po gatuj na i gjon shtëpi, thira dhe një mikeshën e gjyshes time, zonjën Violeta Simoni për drek, një artiste. E përshëndesim edhe Violetën. Dhe bëj vend dhe për zonjën Violeta. Bëj le vend. Jo, un kam një zemër shumë të madhe që zemra ime ka vend për shumë dashuri. Interesant, stomaku kishte të vogël. Edhe ti si po më rreth në këto momente, nuk e di pse. Pap kam shumë rrafje. Prit. Zemra ime. Karafje me gjithë. Për zotin? Karafje. Ashtu, ha? Zemra ime ka vend për shumë dashuri. Do të vesh këtu kur bën piercing të vesh një kështu, një trin. Për zemrën apo? Jo. Jo, më të shoh se ti je doktor. Kam marrë për mjekësi për botës. Po. Po. Ekskluzive, po prekim zemrën e Hermesit. Sa vjeç je? 21. Ama lart tani e ke zonë me të, nuk e di se çka ka, domethënë. Ajo është bluza e Alisës, na e ka lënë këtu, se kërkojmë një partner, ndoshta do vinë një ditë edhe ajo domethënë. Kërkojmë një partner, thotë. Got. Tani partner. Po tash rreth afërsisht. Nuk është një problem domethënë. Leni më pyet, Leni është një vajzë, si thotë, pyeteni pak, a ke dalë sot te kjo parada? Po pra nuk kam dalë fare, gjithë ditën kam qenë në shtëpi. Tani do kthehemi ke Big Brotheri. Si e ndjek? Po, patjetër që po. Është një program që thyen rekordet e audiencës. Është vërtet. Ka thyer edhe rekordin për kërcim s'larti. Po, Cili shiko, sepse po të shikosh programet Grande Fratello jashtë shtetit, aty të rinjtë e disa të lirshëm që janë, bëjnë seks, mthet, thash, kurse këtu te ne nga që është mentaliteti shumë i keq edhe të rinjtë ndrydhen. Hermes, se përmendë seksin Hermes. E përmenda se lam që nuk do ta kishin përmendur sot në emision. Tani e hape vetë punën. E kishin përjashtuar nga skaleta seksin. Tani e hape, ke hapur kutinë e Pandorës. O na prishe punë, ha. Ti kë mbështet aty, në kuptimin që sipas teje kush ja vlen të fitoj? Ermali Merdani. Ermali. Ish Mister Shqipëria, papa. Çfarë është ky më? Ka fituar Mister një konkurs bukurie para disa vjetësh. Një minutë ta gjej Kedi tani. Një spektakël me regji të zonjës Vera Grabovska. Çfarë ka sherifin? Sherif Merdani, jo nuk e ka gjë fare. Nuk e ka gjë. Është ky çuni i bukur, po. Ky çuni i bukur, po, ky misteri. Kjo është interesant, po. Po ta i shoh të gjitha fotot. Tani të përqendrohemi pak tek modelimi. Ideja është që ju bëni vetëm foto apo ecni edhe në pasarel? Po, dhe në pasarel, patjetër. Duhet të ecësh shumë pastaj si duhet të ecësh në pasarel? Duhet të ecësh me thënë kokën drejt, kështu serioz, krahët. Ajo jo, buzët e trash vetëm xhanën, se s'është atë që ti trashë çdo model. Do të kesh një shprehje në fytyrë, do të kesh po fiks,
Po, do me thënë, kur Marrësh hecin një post. që të pa, për shumë Më kur merr kene një post. mish në një gjë. Më merr një post ku sigurisht. Zakonisht, për sikur jam në pasarel, për shembull. Kjo. A prit një minutë. Se bën dot. Varet, Unë ja. afrova me çik, po ti se bën. Prit, provoj. Ora ti buzët i ke tuat kështu? Po, Ama, ama se të ama gjithë ja. ma Shumë diskutojnë. vera thon ti bën botox. Shumë. E di. Bën pak botox. Më pyesin që gjithë që ja, s'është e vërtet që ti ke. Atëherë si çdo djalë që zgjohet në mëngjes, shef veten pas qyr, edhe vëni të kel ti ruhesh me makinë apo me Me brisk. brisk. Me brisk. Nëse do kishe mundësi, do kishe zgjedhur depilimin e përhershëm, Ku në fytyrë? Ja. Në fytyrë. sepse Këmbët po i depiloj. në rregull. Këmbët këtej pa patjetër. Mi pse debilon këmbës debilon krahët? Jo, krahët po, Kështu që nuk i ke- heqin meshkujt model krahët, vetëm pjesën e këmbëve, ke parasysh për sfilat se tash ato dukemi që jemi çun. Që jemi çuna, krahët nuk parahiqen qimet e Sepse krahëve. këtu Qetullat, pjesa e gjoksit, këmbët, zakonisht kur vjen vera, do me thënë, kur dalim me rrobe banjo moderne. Do me thënë, fjalë. ne Do më thënë ti, kur të thotë njëri, do më thënë që kemi si jetë, tak, skagu, qatë toj. Ja, normal. Pasaporta. Risilda thotë, pyet e pak Hermesin sa zemra ke se të gjithë meshkujve i thuhet zemra dhe ke më shumë zemra nga të gjithë. Por pse i thuat dje me zemra ti? Tani se Po ima një Është një shprehje, është një mënyrë të folë, për shumë, hama zemra, ku jeti, ose hapita. për të treguar një lloj Një lloj afrimiteti, po sigurisht, jo të gjithëve. si thua hëpito? Hapi, shpirta, për shumë merr në një shoqja ime, hami pita, ku jeti? Ose jeta ime jetë. Janë disa shprehje që ne rinia kohët e fundit e puth shumë regjizore se është një shpirt i vërtet. Po ç'pun ke me regjizorën më njëri ka të kam ftuar unë në E studio. kam takuar para disa kohësh kur unë kam qenë duke xhiruar Lifestyle The Morning Show, ka ardhur kjo goca. Ka ardhur, po. Po, edhe i thashun, po juve kush jeni, tha, juve jeni Hermesi, po, i thashun, unë jam, më tha një regjizore, më tha mua, ua, si jeni, i thashun, mirë, sepse zakonisht, me qëra fjallat e regjizoret, më lejo të përshëndes dhe regjizoren time Rozi Merkon, është një zemër e vërtet, me këshillat e saj, Po përshëndes regjizorin, një nga regjizorët e mi, Blet Laço. po, E e përshëndes edhe, o, pavarësisht se Derisa unë jo. dua të përshëndes James Cameron. Regjizori Titanicut. Po. James. Unë po përshëndes Bokun. Bojken Lagun. Pa, e përshëndes edhe unë. Me të dyja dua. Në rregull, e mbaruam edhe punën e regjizorit. Kemi shumë. Çfarë gjeli përdor për flokët thot Çimi, sepse do të ora ti ke marrë dhe mjetet e tualetit me vete, mund na i tregosh. Tashi, jo, çfarë ka në çantën e Hermesit? Ja, Kjo është çanta e Hermesit, kjo Kjo është çanta e vogël, Po, aha. që unë do me thënë, e mbaj gjithmonë, e vë Po. kështu për para, do me thënë, ja. Kur heci në për rrugë, nuk e din që të Normal, më qohem, Çomë. Mund të është ç'të duash. është E çanta si hollje, për thënë dren, shumë jam e holl. elegant, i gjatë 1,75, Po. edhe 55 kg. Me gjithë çantën, me Ama gjithë çfarë çantën. ke bërë 55 kg tani? 55 kg, po. Shumë Në pak. rregull. Shumë. Atëherë, pak. një nga një objektet që ka një model në çantë. Atëherë, Prit. mendoj që të heci një rreth e rrotu dhe pastaj... Rrëzoj gjitha, çka ke. Po jo, për ideja para është shumë. ti mund të ecësh po edhe Nga të duash ti, nga thot regjizoria. A për një? Hajde të hecme, hajde. Më do eci do unë si ky. Mbajte. Jo aty. Pajde ta eci do unë. Apo nuk quhet kjo. Ose, kur je photoshooting, do me thënë Që është kjo photoshooting, çfarë ne kam me pas Që të është shootën estetik kjo? fotografik që varet, do me thënë si mund të... Prit. Kjo është çështje për foto. Një Oh. sekondë se të bëj një plan të parë në Prit një minutë. Ha? Bravo. Buzët i bën botox, është e sigurt. Jo, me jo. Nuk ka mundësi. Atëherë. Nuk ta besoj. Zakonisht unë atëherë si model, më pëlqen që gjithmonë ta mbaj parfumin tim me vete. Po, rri do me thënë edhe kur jam në rrugë, lyhem me parfum. Nuk e di. E kam fiksim o çun. Je parfumist. Po. Nuk është një Parfumi- parfum shumë i shtrenjtë, 30-40 mijë lekë, po prap. Kjo është parfum gocash. Jo, është unë seks. Ma është parfum gocash. është uni Unisex. Kjo është parfum gocash. Bë majër. Më fal, të bëj 1200 lekë spruca? Po, patjetër, hidh. I ma shpife. Hidh shumë. I ma shpife. Në rregull. Përveç parfumit. Përveç parfumit, atëherë, është kremi duarve.
Ban krem, duarsh me vete? Duart, po i lyej me krem, i dua që t'i kem shumë të buta, sepse duart janë një pjesë shumë e rëndësishme. Ua, E ka duar jetës. sigur ka kaluar letër zumbare, more. Ua, a më se duket vetja. Ka bin dashuri me vete, Keli. Kjo Keli është po dashuri. karvizita ime, Ah, i mbante karvizio me Hermes vete. Nika, po top model, Hermes Nika top model dhe ka dalë me Domenikën. me Dominikën e Big Brother, e përshëndes së Aha. bashku me mami Valen. Top model mos harroni është top me vizë në mes. Pa, pa. Duhet patjetër. Aha. Kaq Pastaj më. këtë do pa. Buk me vete nuk mban. Jo, jo, qyqa, jo, rëqun qelca, Aha. po qelcat e shtëpisë. Jo, çfarë shtëpis nuk na duan, ja. Deri këtu nuk. Tani në qoftë se Gazi lare tani të punë. Gazi thot cili është opinioni jot për ambasadorin hollandez. Po më i mirë, e përshëndes Përshëndetje. normale, po Ambasadorin normal. hollandez. Po. Pse ja? Tani është ende të pyet, çfarë qëllimi ke thotë që përdriresh pak si Para shumë edhe Ida këtë thotë, domethënë pse përkëdheles? Mos cila qenë çik poshtë? i përkëdhelur nga natyra atje. Jo, jam shumë sepse qënë fëmijëri jam rritur mes përkëdheljeve dhe mes dashurisë shumë të madhe, edhe më pëlqen shumë që të përkëdhelin njerëzit, nuk e di, më bëjnë çik koçole. Çfarë është kjo? Nga italishtja përkëdhelje, të gjithë kemi ne për dashuri, për përkëdhelje në këtë jetë. Koçole, se kisha dëgjuar dhe koçole. Nëse, ndoshta ka dash të thotë kokole. Kokole apo koçole si thua? Koçole e thua ti për nesër, Si nuk ka duash. asnjë problem. Domethënë, kjo i bie që edhe fëmijëve tu ti shesh dhe ti Po, përkëdhelesh patjetër. kaq shumë. Ke menduar ndonjëherë se në fakt 21 është një moshë që Po jam i vogël, bëjmë qef njerë, pastaj. Për çfarë? Për qefin po të pyet të ky. Po pra, jo ke menduar, thot ai për fëmijë, kurse unë i them që sepse unë jam vetëm 21 vjeç, më kupton? Jo, çfarë the, unë jam 21 vjeç. Tash i the jam vetëm. Domethënë herë Jo, pyete sa i kishte djalin ai kur ishte 21 E ma mirë vjeç. tani unë jam rasti veçantë tani. Po, i veçantë, për gjithë sa vjeç është për shembull? Djali. Pa. Ke 20 atë. A që vërtet? Nuk është ai se besoj. A që është? vet. Po çu ke ti me çunin tim ja, gjëra vllapi. Kot fita. Si që më duke shumë miri prandaj. Pra, Jam shumë mish për gjetjen e moshës. Aha. Ashtu, ë? Teksa po bisedoja me një zonjë dje në një farmaci si sra muhabeti, Mhm. sa o plaka unë i sa shumë, ti as 30 vjeç si e, fix 30. 30. janë ta. Atëherë, Po, tash sa vjeç jam? Guess tash për Kelin, Hajde. për Kelin, guess. Ti tek të 40-at. Tek të 40-at Keli, se s'ka marrë për 40, të 40. 42, te kjo mosh vërtitesh ti. Po kolegu? Aty. Aty, domethënë Të më thënë ne jemi të mbaruar sipas Ja, teje. ja. Ah. Mashkulli në moshën 40 vjeç, mendoj që është në moshën më të bukur se E, ku kur e di ti? tjetës. Pa. A ku e diti pa. Pa. po femra apo Femra, po dhe femra, po pse jo? Edhe Sidomos femra- kam dëgjuar që në moshën 40 vjeç i bën shumë mirë që të lindi sepse pastrohet. Pastro. Kuma? Jo, pastrohet. Ti ke studiuar për ginekologji apo për gjuhë tuaja? Në fakt, Hermes emri më është emri i doktorit nga filmi Përgjithmonë Xhulia dhe prindrit e mi. Nga i film ke Kur ka emri. qenë mami im shtatzane me mua, si që tregon mami, ka qenë atëherë 3-4 muajshe, edhe gjyshja ndjes pas ti tha shiko këtu, tha nëse do na lindi djalë do t'ja vej me emrin Hermes, sepse atëherë ishte filmi Disperatamente Xhulia ishte Hermesi ai doktori bukur. Po. A ti Edhe do të emri- Pekin Femiu ai filmi, e di ti apo jo? Jo. Ah, po si se di. Oh. Tash nuk e se ka parë. S'ke parë